Ndërsa sot do të gatujem një ëmbëlsirë. Për sot kam zgjedhur, në fakt kisha dilemë se çka cilën recetë për zgjedhja për sot, për të përgatitur këto në shtëpinë time, po them, ku e nisa dhe u ktheva. Sot kam zgjedhur kadajif me krem, edhe pse në fakt doja të përgatisja një të spishte. O zot, e dashuroj domethënë. Po, për shkak të kohës së limituar të emisionit zgjodha një recetë më të shpejtë dhe më të lehtë që mund ta përgatisin edhe shikuesit njëkohësisht me mua. Po, për të spishte unë ta la 2 orë emisionin, veç hajde bëne. Po thua, okej, herën tjetër. A jemi për me la 2 orë emision për të spishte, u kry, do ta lëm një 2 orë emision për të spishte, është domethënë ëmbëlsira ime preferume. E di. Është një prej atyre edhe mas mirë që e bën deri më tash që e kam provuar është dira jam. Domethënë as nona nuk i ofrohet me të spishte. Tani ka të tjera që i banona më mirë. Të spishte në fundit që kam postu për festin e Bajramit, realisht kam marrë shikime që nuk e kam prit, po ashtu kam marrë dhe shumë feedback që kam provu dhe janë vërtet shumë të këndshme. Që kena me gatuni dhe këto. Pa tjetër që po, shumë shpejt. Ndërsa për sot kam zgjedh kadajif me krem, përbërësit që na nevojitën për të përgatitur këtë recetë janë 300 gram kadajif të papjekur, 1 deri në 2 lugë gjelle gjallë pa pobutera varësisht se çka përdorni, dhe nevojitën 2 lugë sheqer, mirë po unë gjithmonë reduktoj e përgatis vetëm në 1 lugë. E përgjithmoj gjithmonë sheqerin. Këtu të sheqeri ka më na shkru Lena neve dyja. Pse keni qitë sheqer? Jo, pak sepse kadaifi duhet të jetë një aromë të karamelizuar dhe një ngjyrë pak më të errët. Po. Pak më herët Arnura filloi me pjek kadaifin. Është e rëndësishme kadaifin me pjek ngadalë, edhe në temperaturë shumë të ulët dhe duke përzi pa ndërprej. Derisa të marrë këtë ngjyrë të ardhë dhe të bukur. Po.